që të gjithë jemi thirrur nga Perëndia për të na përdorur Zoti vëllezër. Jemi thirrur nga Perëndia që t'i shërbejmë atij. Që në momentin që ne kemi pranuar në jetën tonë Zotin si Zoti ynë, ai është Zoti ynë që drejton çdo gjë në ne. Lavdi e emrit të shenjtë. Dhe jemi në arën e tij. Na ka thirrur ai në punë dhe ne do të qëndrojmë derisa të marrim shpërblimin që Zoti na ka premtuar. Dhe shpërblimi ynë është jeta e përjetshme. Ne falenderojmë Perëndin. Dhe mos harroni, ai që do të qëndrojë deri në fund, thot Zoti, ai do të shohë lavdinë e Perëndisë. Ky është premtim nga Perëndia. Gjithë lufta jonë vëllezër është të qëndrojmë në fjalën e Perëndisë, në këtë premtim të Perëndisë, për të marrë ato që Zoti na ka premtuar të gjithëve. Lavdi e emrit të shenjtë. Zoti nisi një vepër në jetën tonë. Personalisht. Nuk e njihnim njëri tjetrin dhe Zoti na thirri personalisht. Dhe na jep një këshill vëllezër. Kur erdhi Jezus Krishti në tokë dhe ju foli njerëzve. Shikoni se çfarë na tha vëllezër. Në Mateu, faqja 14 është kapitulli 12 nga vargu 33. Fjala e Perëndisë, çdo fjalë vëllezër, aleluja, që ne lexojmë, është ushqim për shpirtin tonë. Nuk duhet neglizhuar motra vëllezër, aleluja, çdo fjalë që Zoti flet, sepse i drejtohet njerëzve, na drejtohet ne direkt Jezu Krishti. Dhe thot, ose bëjeni të mirë pemën dhe fryti i saj të jetë i mirë, ose bëjeni të keqe pemën dhe fryti i saj do të jetë i keq, sepse pema njihet nga fryti. Është në dorën tonë që të shohim frytin, motra, aleluja. Kam pranuar Krishtin. Eci me Zotin. Zoti më ka pagëzuar me frymë të shenjtë. Sepse Zoti tha, pa mua ju s'mund të bëni dot asgjë, prandaj do t'ju jap frymën time, frymën, motra, aleluja, që do të bëj vepër në gjithë secili. Dhe cili është fryti që unë kam bërë deri tani? Fryma ka vepruar në mua deri tani. Pasqyra që unë do ta shikoj veten time është fjala e Perëndisë. Nuk mundet, motra, vëllezër, aleluja, ta shoh në veprat e mia çfarë kam bërë unë. Jo, do ta shoh në fjalën e Perëndisë si do Zoti të jem unë. Dhe këtu thot, bëjeni pemën tuaj që fryti i saj të jetë i mirë. Sepse nga fryti do të dallojmë, motra dhe vëllezër, çfarë pemë jemi. Ne themi jemi të krishterë, shpeshherë e përmendim, unë jam i krishterë, vëllezër, aleluja, por çdo njeri që na rrethon ne do të marrë nga ky fryt. Po shijoj. Nëse unë jam i krishter, ai që është pranë meje, kushdo, do të marrë nga kjo pemë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe fryti i çdo të krishteri është fryti që bën fryma e Perëndisë në këtë person. Sepse ne, me dëshirat tona, kur kemi pranuar Jezus Krishtin, kemi vdekur, motra dhe vëllezër, në mish. Në pasionet tona, në dëshirat tona.
Por çfarë na bën motra dhe vëllezër? Fryma e Perëndis që Zoti na ka dhënë në momentin që ne pranojmë Jezus Krishtin, bëhet një vepër e madhe në jetën e një njeriu. Bëhet një ndryshim i madh në jetën e një njeriu. Ndryshon ky njeri nga një njeri, motra dhe vëllezër, me vese, bëhet një krijesë e re, e udhëhequr nga fryma e Perëndis. Dhe ai që është i udhëhequr nga fryma e Perëndis, dallohet nga frytet që ka. Dhe frytet e frymës, motra dhe vëllezër, aleluja, janë këto fryte dëshiron gjithkush që është pranë nesh të marrë. Të shijojmë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetë kontroll. Ky është fryti që sjell në çdo të krishter fryma e Perëndis. Nëse unë jam një krishter që udhëhiqem nga fryma e Perëndis, thash gjithë secili që është rreth meje do të marrë nga ky fryt. Çfarë? Dashuri. Të ketë durim, të ketë besim, të ketë vetë kontroll. Për të gjitha këto gjëra do të provojmë. Përse provojmë, motra dhe vëllezër, për ta cilësuar atë që na ngacmoi apo që na foli, është i mirë apo i keq? Zoti nuk na lejon të gjykojmë. Atëherë përse ndodhin të gjitha këto? Ai të ma thotë mua një gjë të tillë, ajo që unë e shikonja dhe kujdesesha të më thotë mua një gjë të tillë? Nuk është, motra dhe vëllezër, për të gjykuar personin, por është për të parë veten time çfarë fryt kam nga fryma e Perëndis. Kontrolloj veten time. Dhe Zoti prandaj thotë, mos u bëni gjykatës. Mos gjykoni njeri. Pse? Sepse Zoti di gjithçka që ndodh me ty, me mua, me çdo njeri. Dhe do të thotë, do të flasë Zoti me një veprim që ndodh. E përdor njerin apo tjetrin që të shohim ne ku jam unë në marrëdhënie me Zotin, motra dhe vëllezër. Në marrëdhënie me frymën e Perëndis. Dhe këto ditë, motra dhe vëllezër, Zoti më ka dhënë të kuptoj që ndodh shpeshherë, vëllezër, e diskutuam dhe të prehte, që ne të jemi njohës shumë të mirë të fjalës të Perëndis. Dhe largohemi nga fryti i frymës, nga thjeshtësia e jonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti thotë, thjesht, eja tek unë. Fol me Zotin, hape zemrën, Zotin dhe Zoti do të veproje. Kush na mban larg tani? Unë i di të gjitha. Unë di ku shkruan, unë e di fjalën ku e thotë. Mirë po kjo lloj njohurie, motra dhe vëllezër, aleluja, krekos. E bën njeriu krenar. Dhe Zoti thotë, për ullësi kërkoj nga ai. Ai thotë, e përulli veten nga Zot, motra dhe vëllezër, aleluja, që krijoi qiellin dhe tokën dhe gjithçka, e përulli veten në një njeri, si ne, motra dhe vëllezër, deri në kryq të Golgotës, u flijua. Kjo ishte përullësia e Zotit, motra dhe vëllezër, që është shembulli ynë. Që të mund, motra dhe vëllezër, mos harroni, që të mund të shohim lavdinë e Perëndisë.
Shikoni vëllezër, se si thot në zbulesa, pikërisht për këtë njohuri, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti thotë, bijtë e mi, fryma sot na foli, kërkoni dituri. Dituria është tjetër gjë nga njohuria, vëllezër. Dituria e zgjidh problemin. Njohuria nuk e zgjidh, e di, por nuk e zgjidh. Dituria zgjidh problemin, vëllezër, lavdi emrit të Shenjtë. Ashtu si Solomoni kërkoi dituri, motra dhe vëllezër, aleluja. Zot, dua dituri që të zgjidh problemin. Dhe ne Zoti na flet, bijtë e mi, afrohuni tek unë që të mbusheni me dituri. Mbasi je kështu i vakët, nuk do ta lexoj të gjithën, vëllezër, as i ftohtë dhe as i ngrohtë, unë do të të vjell nga goja ime. Pse, vëllezër? Sepse ti thua, unë jam i pasur. Unë di gjithçka. U pasurova dhe s'kam nevojë më për asgjë. Dhe është një lak, është një rrezik shumë i madh për të krishterët, vëllezër. Kur di gjithçka. Dhe thot, s'kam nevojë për asgjë. Nuk pranon me, motra dhe vëllezër, të mësohet. Nuk pranon të dëgjoj, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse di gjithçka. Shikon në nivele shtëpie. Dituria, njohuria, më fal. Dhe nuk e di se je një qyqar e mjeran, i varfër, i verbër dhe i zhveshur. Ti nuk e shikon veten që kjo të ka zhveshur fare. Nuk të ka mbuluar, motra ime, vlla im, aleluja. Kush e mbulon? Të krishterin, çfarë vesh i krishterin, motra dhe vëllezër, aleluja. Vesh Krishtin. Vesh për ullësinë, vesh dashurinë, vetë kontrollin, durimin, besimin në Zot, ka gëzim në zemrën e vetë. Është i lumtur, motra dhe vëllezër, aleluja. Lavdëron Zotin për çdo gjë. I beson Zotit çdo gjë. Le në dorë të Zotit çdo gjë dhe i këndon Zotit. Të këshilloj të blesh nga unë arë të kulluar në zjarë, që të bëhesh i pasur. E ja tek unë, thot Zoti, dhe shpesher bëjmë pyetje, po unë nuk ish jam. Unë Zot jam, i krishter jam. Si duhet i afrohem Zot? Unë e dua Zotin. Dhe Zoti thot, kjo të ka bërë që të largohesh nga mua, sepse i di të gjitha. Sepse nuk pranon këshilla. Di gjithçka, thotë motra dhe vëllezër. Kjo të zhveshi, që të bëhesh i pasur, dhe petke të bardhë që të vishesh, dhe të mos duket turpi i lakuriqësisë sate, dhe vajosi sytë e tu me kolir që të shohësh. Reja tek unë, dhe kjo do ndodhë në ty, nëse vjen tek unë, do të vë kolir në sytë e tu të shohësh, se si të ecësh, do të vesh në të gjithë lakuriqësinë tënde, që të mos të vijë turp, motra dhe vëllezër, aleluja, do të mbuloj. Kjo është rroba jonë, motra dhe vëllezër, aleluja. Çdo njeri që udhëhiqet nga fryma e Perëndisë, themi aty në vargu që lexuam, bëje pemën të frytshme. Që të kemi fryt, motra dhe vëllezër, aleluja, që të hiqen të gjitha këto gjëra që ndodhin, sepse ndodhin pa janë shkruar në fjalën e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Dhe Zoti na këshillon, kujdes. Mund të ndodhin, vëllezër, aleluja. Mos ta kalojmë Zoti është dashuri dhe do të na marrë ne, po patjetër që është dashuri për të gjithë ata që e duan Zotin. Ata që e duan Zotin, ai që më do mua, thot Zoti, të vënë në praktikë fjalën time.
Kjo është dashuria e Perëndis, vëllezër, aleluja. Ai që e do Zotin, vë në praktikë fjalën e Perëndis. O pjellën e përkash, si mund të flisni mirë kur jeni të këqij, sepse çka zemra qet goja. Populli i drejtohet, vëllezër, aleluja, që e dëgjonte Jezu Krishti. Çfarë mësimi duhet, motra dhe vëllezër, të shohim ne në fjalën e Perëndisë? Po u ndodha ashtu dhe fola keq, motra, aleluja. Kjo është pasqyra që kur lexon këtu që thotë si mund të flasësh keq, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe thua jam i mirë, nuk mundet. Nga njëjti burim nuk mund të dalë dhe ujë i ëmbël dhe ujë i kripur. Ajo që nxjerr nga goja, po në mish jemi vlla, gabojmë, bie, jo motra dhe vëllezër, aleluja. Jemi në frymën e Perëndis. I kemi dhënë Zotit të drejtën të veprojë në ne dhe të na udhëheq fryma e Perëndis. Nëse jam në mish, nuk jam aty ku do Zoti. Prandaj duhet fjala e Perëndisë të bëj vepër në mua. Zot, sipas kësaj nuk jam. S'ka pse të mburet askush, motra dhe vëllezër, aleluja, për arsye sepse di gjithçka. Si do ta zgjidhësh problemin? Problemi zgjidhet vetëm eja tek unë me përullësi përpara Perëndisë. Dhe thuaj Zot, nuk mund. Zot jam i padobishëm. Zot çdo gjë që bëj në fjalë ta bëj sipas fjalës të Perëndis, unë jam i padobishëm Zot përpara teje. Përpara asaj vepre të madhe, përpara asaj dashurie të madhe që ti më dhe në kryq. Për një jetë të përjetshme, vëllezër. Djalli çfarë dëshiron, motra dhe vëllezër? Ta fshijë këtë. Heq gëzimin e kujt? E jetës së përjetshme. E fshin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe bëhet diçka monotone, dal nga dal, dhe ne nuk kemi më atë dashuri që kishim në fillim, të kujt, të jetës së përjetshme. Dashuri për jetën, motra dhe vëllezër, aleluja. Dashuri për Jezu Krisht. Tani thjesht ne dimë. Dhe Zoti thotë, kujdes. Heja tek unë. Të vishesh, sepse je zbuluar. Të shohësh, sepse je verbuar. Të pasurohesh, sepse je qyqar, miran, i varfër. Heja tek unë. E vetmja zgjidhje, vëllezër, aleluja, mund të kalosh shumë mirë sot, mund të ndjesh shumë mirë, motra, aleluja, kënaq trupin tënd, shpirtin tënd, i jep gjithçka, por ama duhet të dish një gjë. Të dyja bashkë nuk mundet, motra dhe vëllezër, aleluja. Edhe me Zotin, edhe me botën nuk mundet. O do të ndjekim Jezus Krishtin dhe do të trashëgojmë jetë të përjetshme për këtë vepër erdhi Zoti, ose motra dhe vëllezër, aleluja, dy zotërinjve nuk mund të shërbejnë. Kjo është fjala e Perëndisë, vëllezër. Ta zbutim, mos flasim kështu, motra dhe vëllezër, aleluja, po kjo është fjala e Zotit, vëllezër. Të mos themi të vërtetën, motra dhe vëllezër, si që thot fjala e Perëndisë, sepse jemi në mish dhe ofendohem. Jemi në mish dhe nuk e pranojmë dot, motra dhe vëllezër, aleluja, korrigjimi. Por ati thotë nga dashuria që kam për ju korrigjoj. Sepse nuk ka prim të mos korrigjojë fëmijën e vet, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ky është ati ynë që na zgjodhi dhe na bëri bij të tij dhe na korrigjon. Dhe na flet me fjalën e Perëndisë dhe çdo njeri që do t'i bindet
që do pranojë korrigjimin, motra dhe vëllezër, aleluja, do shohë lavdinë. Sepse do të ndreqet, do të korrigjohet dhe do të jetë i pëlqyer në sytë e Perëndisë. Ky është vullneti i Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe shinjtëria i çdo të krishteri qëndron në përullësinë, në bindjen në fjalën e Perëndisë. Ju jeni të shenjtë sepse unë jam i shenjtë, thotë Zoti. Nëse Zoti qëndron në ne jemi të shenjtë. Shinjtëria qëndron jo nga veprat tona, motra, aleluja. Veprat tona tregojnë sa unë e dua Zotin. Në bazë të veprave do shoh veten time, shenjtërinë, ku jam, si eci, i pëlqyer në sytë e Perëndisë. Prandaj fjala e Perëndisë nuk është, motra dhe vëllezër, aleluja, për ta marrë për një pjesë njerëzish, unë mos më përkasin mua, për ne është fjala e Perëndisë. Për çdo njeri nga ne është fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Zoti më foli sot. Zoti më korrigjoi. Zoti më foli në zemrën time sot. Aleluja, lavdi emrin. Ai që ka këtë përullësi do të shohë se si Zoti do të veprojë në zemrën e tij. Falë më Zot. Falë më Zot. Kam gabuar përpara teje, Zot. Vi përpara teje, Zot, sepse dua të bëj vullnetin tënd. Më mëso, Zot. Më jep dituri që zbret nga qielli, Zot, aleluja. Dhe dituria që zbret nga qielli është vetëm nëpërmjet frymës së Perëndisë, vëllezër, aleluja. Fryma do të na drejtojë të gjithëve në rrugën që dëshiron Perëndia. Asnjë gjë tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja. Ne do të ecim sipas fjalës të Perëndisë dhe Zoti nëpërmjet frymës së shenjtë do të na i zbulojë fjalën e Perëndisë. Aty do të shohim frytin që jep, motra dhe vëllezër, aleluja, fryma e shenjtë në çdo të krishter. Lavdia e emrit të shenjtë. Zoti ta bekojë këtë fjalë, vëllezër.